Tani do të mësojmë se si me ndryshu karakteristikat e klipit. Fillimisht e vendosim një klip në timeline, si për shembull që unë e kam vendosur këtu. Tani shkojmë te tabi Effect Controls. Fjala për këtu. Nëse ju nuk i keni këtu, atëherë te Windows edhe e keni me gjetë këtu Effect Controls. Siguroni që e keni të klikuar këtu. Tani për momentin, këtu nuk kemi kur gjë, për arsye se duhet me selektu klipin. Kur ta selektojmë klipin, na dalin këtu edhe karakteristikat. Normal, nëse kemi klipe më shumë, për çdo klip që domi mi pa karakteristikat e klipit, duhet me selektu çat klip. Këtë rast unë kam vetëm një klip edhe e klikova kët. Nëse klikoj këtu dikun, do të thonë heqën karakteristikat. Duhet me kliku klipin. Tani u shfaqen. Kur kemi klipe pa zo, kjo audio nuk shfaqet, do të thonë shfaqen vetëm këto tjerat. Po kjo është një klip që ka edhe zo, kështu që shfaqen karakteristikat edhe të videos edhe të zonit. Në këtë rast, po fillojmë me position, do të thonë me pozicionin. Shikoni, këtu e kemi mundësinë me lëviz majtas ose djathtas me mouse, do të thonë klikojmë këtu edhe rrotën e lëvizmi, e mami shtyp edhe lëvizmi. Shikoni ndrojmë pozicionin e efektit. Nëse klikoj këtu, kjo e reseton, e kthem prapë në gjendjen fillestare. Ndërsa këtu e kemi mundësinë me ndryshu mallësinë e klipit. Shikoni, kështu, ndërsa këtu pozicionin. Do të thonë mumi më shumë se një efekt me bot njëjtën kohë. Ndërsa, nëse klikojmë këtu, shikoni ç'ish bëhet kjo ikona, kjo i deaktivizon efektet që kena bërë. Shikoni? Apo nëse klikoj këtu, kjo i reseton të gjitha efektet që janë këtu. Prapë edhe një herë, po e zvogloj klipin, edhe po e lëvizi pak kështu, edhe tani këtu e kemi mundësinë me rrotullu klipin. Shikoni? Do thonë klipi këtu rrotullohet. Nëse klikojmë klipin, më thonë e vremi që këtu është i rrotulluar. Ndërsa këtu e kemi opsionin për transparencë. Shikoni, këtu është transparenca. Këtu mumi me shfaq. Ma shumë video, do më thonë 100% edhe me bo opacity. Po tash kjo efekt nuk vrejet kur është vetëm një video, ma shumë vrejet për shkak kur janë dy video, që po e bëj drag and drop. Edhe këtë video tjetër po e qes nalt. Shikoni. Tani nëse dal këtu, tash të shohmi këtë video që është nalt. Shikoni. Edhe nëse klikoj te kjo video, shfaqen karakteristikat për këtë video. A nëse u bëj opacity, shikoni, tani duket edhe kjo video që është poshtë, më thonë, se këtë nalt që është e bona transparent. Tani duken të dyja. Nëse e bëj 100%, tash këtu, kjo video që në alt shihet, do të thonë, kjo që është poshtë për shembull kanalin V2 nuk shihet, por shihet kjo që në V3, për arsye se kjo është një nivel më lart. Po nëse bëmi këtë transparent, do të thonë opacity, pastaj shihet edhe ajo tjetra. Shikoni. Nëse e klikoj këtë klipin që është lart këtu, edhe përveç që bëj opacity për shembull, këtu, përveç që bëj opacity që është këtë rast 52%, këtu i kemi disa opcione me zgjidh. Shikoni, kështu është kur është normal. Këtu ata që e përdorin Photoshopin vetëm i din këtu. Shikoni për shembull nëse bëj multiply, ndryshojnë ngjyrat edhe bëhen disa efekte interesante. Këtu tjerat çfarë efekte mundi me vrej, do të thonë i provoni jo kur keni kohë, edhe vreni që secila ka efekt veçantë. Këtë rast unë po kthena, po klikoj normal. Pasi fshita këtë klipin, e selektoj këtë klipin, edhe pastaj klikoj te motion. Kur klikoj te motion, shikoni u shfaqet ky kufizimi. Edhe kjo pika është anchor point. Do të thonë kur po bëjmë rrotullimin këtu, apo lëvizjen këtë rast, apo mallësinë, apo që bëjmë rrotullimin, këtë bëhet prej qendrës se që kjo është anchor point, qendra kryesore. Nëse klikojmë këtë edhe lëvizim, tash gjithçka rrotullohet rreth kësaj pikës. Thonë, edhe pozicionimi konsiderohet prej kësajna, edhe ku zvoglohet, do të thonë rritet e konsideron këtë si qendër. Ndërsa nëse klikoj te kjo, që ka edhe zo, shkoj këtu te efektet, e kemi opsionin, do të thonë këtu me menaxhu zonën.